Mekanizmi ndërkombëtar i mbetur për gjykatat penale në Hag vendosi ta lirojë para kohe nga burgu ish generalin e ushtrisë së Jugosllavisë, Nebojša Pavković, pas një kërkese të qeverisë së Serbisë për shkak të gjendjes së tij të rëndë shëndetësore. Pavković, ish komandanti i ushtrisë jugoslave, ishte dënuar me 22 vite burgim për krime kundër shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999 dhe vendimi ndaj tij ishte i formës së prerë. Generali Nebojša Pavković, ish komandanti i armatës së tretë të ushtrisë jugoslave dhe shefi i shtabit të përgjithshëm, zbarkoi pas ditën e sotme në Beograd, pasi u nis nga Finlanda. Kështu raportojnë mediat serbe, ndërsa siç shihet në foton e publikuar nga faqja serbe 192 RS në Instagram, generali është fotografuar nga avioni gjatë fluturimit dhe ai ka zbarkuar në Beograd pak para orës 6 të pasdites. Pasi mbërriti në Beograd, generali Pavković u transportua me ambulancë në VMA. Media serbe raportojnë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e telefonoi generalin Pavković përpara se të nisej për në Serbi dhe i uroi udhëtim të mbar. Ndërkohë, vajza e tij, Maria Pavković, foli për lirimin e parakohshëm të babait nga burgu për Informer TV, duke thënë se kur ai pa letrat nuk e besonte se do të kthehej në Serbi. Më pa, nuk ishte i lumtur, u habit sikur nuk më besonte, tha se nuk na besonte, se po e gënjenim, ishte i sigurt se do të vinte në Serbi vetëm sot, kur e sollën nga ambasada në aeroport. Fola me të në telefon dhe pastaj më tha, ku je shpëtimtarja ime, rrëfeu ajo. Si shton Maria Pavković, besimi i saj nuk e la të dorëzohej deri në fund dhe shteti dhe avokatët e pan urgjencën e situatës që babai i saj të kthehej në Serbi. U luta për të dhe vazhdova të përsërisja, Zot bëj mrekullin tënde sepse e di që mund ta bësh. Ai u lirua në ditën e kryqit. Shteti dhe avokati kërkuan që dokumentet të dorëzoheshin në Hag sa më shpejti ishte e mundur. Sot ai sapo e kuptoi se po shkon në shtëpi. Nuk e di çfarë i tha presidenti Vučić, por kjo e inkurajoi shumë. Ai më kërkoi që ta falenderoja më parë presidentin. Ai ishte i paduruar, fluturimi zgjati pak më shumë. Vazhdoi të pyeste nëse ndodheshim mbi Serbi dhe pastaj kur mbërritëm ai buzëqeshi, po të mos ishte për presidentin Vučić, i cili nisi gjithçka. Unë dhe avokati nuk do të kishim pasur sukses në asgjë, sepse është një ngatresë burokratike. Me iniciativën e presidentit, të gjithë punuan jashtë orarit dhe pyetën se çfarë nevojitej. Edhe Miloš Vučić ndihmoi shumë, ashtu si dhe Nenad Vujić, ministri i drejtësisë. Njerëzit në ambasadën tonë në Helsinki punuan ditë e natë. Aleksandar Janković, Tijana Dobrić dhe Sloba luftuan dhe shkruan si luan për të zbuloj mëtej e bia i generalit famkeq. Por kush është Nebojša Pavković? Nebojša Pavković, ish komandanti i ushtrisë jugoslave, është dënuar me 22 vite burgim për krime kundër shqiptarëve të kryera në Kosovë në vitin 1999. Vendimi i Tribunalit të Hagës ndaj tij është i formës së prerë. Pavković në vitin 2009 u shpall fajtor për të gjitha pikat e aktakuzës dhe u dënua për dëbim, zhvendosi të detyruara, vrasje dhe persekutime të civilëve shqiptar nga Kosova në gjysmën e parë të vitit 1999. Kundër tij dhe generalëve të tjerë serb në fund të vitit 2003 u ngrit aktakuzë nga Tribunali i Hagës, ndërsa në vitin 2005 ai u dorëzua në gjykatën ndërkombëtare penale për ish Jugosllavinë në Hag. Së bashku me të u dënuan edhe ish shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë, Dragoljub Bojdanić, ish komandanti i korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarević, generali i policisë Sreten Lukić dhe ish nënkryetari i qeverisë së Jugosllavisë, Nikola Shajinović. Pavković dhe Lukić u dënuan me nga 22 vite burgim, ndërsa Ojdanić dhe Lazarević me nga 15 vjet burg. I pandeuri i parë, Slobodan Milošević, vdiq në paraburgim, ndërsa ish presidenti i Serbisë, Milan Milutinović, u shpalli pafajshëm.